Ajo që u cilësua si një lehtësi përmes Open Balkan prej më shumë se një viti është kthyer në makt pritje për vendasit dhe turistët në pikën e kalimit kufitar të Qefthanës, pasi radhët e pritjeve në sezonin veror, jo vetëm që janë kilometrike, por shkaktojnë dhe pritje me orë të tëra për të hyrë dhe dalë nga Shqipëria. Kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli u shpreh se ka qenë një problem evident dhe se ka kërkuar nga ana e institucioneve të gjendet një zgjidhje e përshtatshme për të shmangur radhët në kufi dhe bashkë me to stresin dhe lodhjen. Mendoj që ishte më e rëndësishme është ajo që i kërkova dhe policisë, po edhe që i kërkoj vazhdimisht edhe qeverisë, sidomos në pikën vështirësitë që hasin qytetarët në pikën e Qefthanës, pasi sistemi i ri që u vendos që ka gati një vit në vend që ta lehtësonte qarkullimin e lirë të qytetarëve, në fakt është e kundërta, ata është bëhet akoma më e vështirë. Besoj që morëm premtimin që do të sistemohet shumë shpejt, sepse sot që nuk ka filluar sezoni turistik, aty kemi një radhë të gjatë, jo më kur të fillojë sezoni turistik. Kështu që besoj do të dëgjohet kërkesa e qytetarëve të Pogradesit, po edhe në gjerë, me qëllim që mos kemë probleme në lëvizjen e lirë të tyre edhe të qetë nëpërmjet doganës Qefthanë. Në prag të nisjes sezonit veror në qytetin liqenor, Xhakolli bëri me di se edhe këtë vit sipërfaqet publike do të jenë më shumë se ato private, ndërsa qyteti liqenor do të vijojë të ofrojë shërbim me çadra falas për pushuesit. Ndërsa operatorët turistik thonë se pronotimet këtë vit janë më shumë nga vendas, por nuk mungojnë as të huajt, kryesisht anglez, francez e grek. Si vjet është akoma më shumë raporti anon nga plazhet publike sesa nga plazhet private, edhe në pjesën kryesore që është plazhit në brenda qytetit, është pjesë e konsiderueshme, do të vazhdojë të jetë me çadra falas, edhe një plazh të dedikuar për personat me aftësi ndryshe, sigurisht edhe me çadrat përkatëse. Do të kemi një shërbim akoma më të mirë, sepse edhe në për këto plazhe që janë publike, ne kemi vendosur roje të plazheve edhe në për këto pjesë të plazhit. Sigurisht që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me policinë kufitare, edhe me policinë e shtetit, me qëllim që të kemi një plazh sa më të qetë, një sezon sa më të qetë dhe pa probleme. Kryesisht kemi vendas nga qyteti Tiranës, tursit janë besnik të Pogradesit e vizitojnë vit për vit, po gjithashtu kemi dhe prenotime nga turistë të huaj, gjerman, grek, austriak, francez, gjithashtu. Kemi një verë të ngarkuar. Pogradeci pritet çel sezonin veror me 6 qershor, ndërsa premton një verë me kalendar të ngjeshur artistiko-kulturor.